Kemi parë gjatë tyre viteve tendenca për të ndiku qoftë Rusia, qoftë Kina, copy-paste. Pra asnjë lloj filtri, sepse po shkruajnë media në Shqipëri. Megjithatë ka media në Kosovë që respektojnë aspektin profesional, respektojnë kodin etik, mediave të shkruara, këshillit, respektojnë elementet bazike. Por, mandej është problemi i brendshëm sa është redaksia, sa janë kapacitetet, cilat janë aspekti financiar mrena, sepse kur të përgatitur, a? Pastaj këtu ajo pala që donë me dëmtu, ndikon letë. Edhe do të zbërthej pak ma vonë, qysh mundet, se kemi parë gjatë tyre viteve tendenca për të ndiku qoftë Rusia, qoftë Kina, qoftë në mënyrat të ndryshme që mund t'i marrin. Tash te pyetja jote edhe përgjigja konkrete. Qysh jemi mundu me zi si problem në Telegraf, unë si kryeredaktor, po me gjithë komplet stafin. Ne kemi një redaksi jashtëzakonisht madhen që mbulon lajmet ndërkombëtare. Sa veta për shembull? 4 deri 5, të cilë mbulojnë, për shkak që Telegrafi funksionon me departamente të redaksive, sporti, bota, dhe bota lexohet në Kosovë jashtëzakonisht shumë dhe ka interes, sidomos te temat që kanë bëjnë, sepse si duket si popull, lufta, konfliktet, acarimet, të gjitha këto. Më kujtohet nga Covidi, po e marr shembull 3 fushat kryesore që janë kanë shumë thelbësore. Covidi, raportimi për Covidin, raportimi i luftës Ukrainë, agresioni rus në Ukrainë, zhvillimet në lindjen e mesme, çështjet e NATO-s, temat sensitive që kanë të bëjnë me rajonin dhe gjeopolitikën. Dhe në fillim e pash që sot temat po përfundojnë në mediat shqipfolse dhe ato përfundojnë në komplet mediat të Kosovës me të drejtë copy-paste. Pra asnjë lloj filtri, sepse po shkruajnë media në Shqipëri. Sepse po shkruajnë media në Shqipëri. Pra, ata po e marrin ma let në citimin nga një media në Shqipëri, po edhe po ripublikohet në Kosovë. Edhe e kemi një përshtypje që çfarë do media në Shqipëri është në rregull, se sepse është në Shqipëri. Po. Sepse është në Shqipëri. Tash e shpjegoj edhe pse kjo. Edhe çka bënëm na në momentin e caktuar, edhe e diskutuam bashkërisht, hapa rrugës, është, okay, duhet me po kush janë burimet. Dhe elementin e parë të gjitha të nis prej Covidit edhe Ukrainës është që kemi thonë veç kemi me bo black list të mediave konstituojnë. Shumë e thjeshtë. Në cilat media lista stojnë a me cituar. Po veç për me ardhit e black lista duhet me lexu e me imsu e analizu. Absolutisht, po. Dhe kemi thonë, në relacionin e luftës në Ukrainë, për shembull, kemi me shku kryesisht te mediat perëndimore. Sky News është njëna prej modeleve i cili në real time e ka të jashtëzakonshme informatat luftën e Ukrainës ose tash luftën që mundon. Mirë, po aty ty duhet me përkthy. Duhet resurse përkthyse. Njerëzit kolegët e mi përkthejnë vetë anglisht. Domethënë janë anglisht folës jashtëzakonisht mirë, edhe ata e përkthejnë vetë. Tash, na kemi thonë, na shkojmë te burimi, nuk shkojmë te pala e përkthyer. Por shkojmë te burimi kryesor. Kjo ka qenë elementi i parë. Elementi i dytë është me citu burimin. Por që s'ka ndodhur në Kosovë që se shanti e merrin informacion, e shet të plasum në 10 vena se din hin e lyp kush e ka thonë edhe ku e ka thonë. Kjo është problemi bazik në gazetari. Pra nëse një informacion zgjidh kush e ka thonë ose ku e ka thonë, thot me një media, edhe ti hin lyp. Pra u dashmi i bën 2-3 elemente bazike, këto janë bazike që po flasim, po për me mujt me parandalu dhe me ndalu me pa këtë sistemin. Dhe e treta, për me përfundu të kjo, është që trajnimet vazhdueshme, diskutimet vazhdueshme. Nuk është kjo një temë që sot na e zgjidhëm me njëherë. Nëse na nuk flasim çdo ditë, çysh me bo, çka me bo, sot të ardhë këtu, në i pash 4 raste të AI generated video content, sulmet balistike, që s'ishin të vërteta, të publikume në shumicën e mediave, edhe ndërkombëtare, sepse ne jemi të folë për mediat profesionale që kanë emën impresum, por na nuk jemi të folë për ato që janë social media, të cilët sot janë para neve. Aty po publikohet, njerëz po vinë po thonë e kemi pa. E ku e ke pa? Po thot po në Facebook. Unë i thash më falë, unë nuk jam kryeredaktor i Facebookut, unë jam kryeredaktor i Telegrafit. Nëse në Telegraf, muj me ardhë me t'ja përgjigje, ndikim miros. Kemi thonë nuk kena nevojë narrativën e Rusisë, na kemi me pas palën ruse.
Në momentet të caktuara kur duhet me pas, ministri jashtëm, reagimi, shteti, ndikimi, të gjitha ato, po jo narrativën e cila publikohet në mediat ruse, pra mu citu tekstualisht Sputniko, mu citu tekstualisht Russia Today, kur dihet që kontekstin të cilin ata e kanë edhe në shkrimin, nuk është i përputhshëm me realitetin edhe me ato që synon Kosova. Pra, që kjo është ajo që kur unë po them të blacklist aso liste azez. Edhe kemi thonë, kur dojmë me citu media kredibile, profesionale, janë qiton, një deri në 7, një deri në 10, vjen lista të updateu, rregullohet, përmirësohet, komunikojme, shohim një media normale, pra, ndërsa qitojnë listat e mediave që s'po dojmë shumë thjesht.